shpresoj që vetë jeni mësuar të përdorni dhe përkthimet në shumë gjuhë të cilat ofron, do tendojmë që të shkojmë tutje pa bërë prezentime të radhës. Duam t'japim fjalën së pari mediave shqiptare dhe Fatjoni, kolegu im, oficeri për media këtu, do t'jap zotriut në rreshtën e dytë fjalën, pastaj do shkojmë këtu dhe pastaj në mes. Ju lutem prezantoni gjithashtu, që të njohim. Skuadrat e kanë ditur që kanë vetëm një rrugë të vetme, duhet të fitojnë lojën, pas me të vërtet ka qenë një grup shumë i vështirë dhe kanë lëvizur topin shumë shpejt, ka qenë me të vërtet përkeqardhje që kemi mundur që të rezistonin me kësaj. Siç thash, nuk ka qenë lehtë pasi ka patur edhe gjëra të mira, por sikur të mos e kemi pranuar golin e dytë, mbi të gjitha, do kishte qenë një ndeshje mirë për ne, kjo është ajo çfarë mendojmë se përket kundër sulmeve. Përshëndetje dhe me tifozët. Keni ndonjë peng nga kjo ndeshje, ndonjë ndryshim që nuk kishit bërë në informacion? It looks like we have something with the translation in the Interprefy platform. Duket sikur kemi disa vështirësi me përkthimin në Interprefy në platformën. Ndoshta mund t'i përktheni nga ana e Fatjonit. Natyrisht, rezultati ishte dëshpërues, nuk mund të ndjej ndjenjet e mia. Titni por sikurse trajner kryesor, ne dua që të falenderoj të gjithë shqiptarët, të mbroj të gjithë ata, pas me të vërtet ishin të mrekullueshëm. Kemi thënë para dytë në parë. Zotëri është një gazetar nga Brazili, dëshiroj të kuptoj vlerësimin tuaj të ndeshjes dhe çfarë më të presim nga Shqipëria në ndeshjet e radhës në Euro. Minutet e para. Nuk ka qenë lehtë, është hera dytë që jemi në kampionatin evropian dhe kemi patur disa lojtarë shumë të mirë të rinj, por nuk është lehtë. Dhe kam thënë një herë që duhet që të luajmë në shumë kompeticione në evropian, në natyrisht kupën e botës, të kemi përvojë më të mirë. E keni parë se shumë gjëra mërë siç duhet, por 45 minuta e parë ka qenë vështira. Por kemi patur kundërshtar shumë të fuqishëm, një kundërshtar i cili dëshiron të fitojë kompeticionin, pra bëhet fjalë për një skuadër me lojtarët e klasës më të lartë. Fatkeqësisht nuk kemi luajtur pjesën e parë siç duhet, por kemi qëndruar në lojë deri në fund, deri në 2 minutat e fundit kemi patur mundësi për të barazuar. Por fatkeqësisht nuk kemi arritur ta bëjmë këtë gjë. Kjo është mënyra se si ndeshja ka mbaruar. Italia është një skuadër e mirë dhe kjo është kështu. Zotriu në mes, rreshti i tretë. Raportuesi l'Equipe apo jo? Nëse kam të drejtë. Pra nga l'Equipe francez, mendoni që skuadra juaj do të kishte luajtur më mirë edhe më lartë se sa që ka luajtur në pjesën e parë, dhe ndoshta do të kishit luajtur edhe në pjesën e parë, sikurse në pjesën e dytë për të krijuar një surprizë të parë të Euros. Mirëmbrëma. Kompeticioni ka filluar. Kemi 3 apo 4 ndeshje, apo jo? E kam parë një skuadër e cila ka
kaluar në për shumë gjëra, nuk është e lehtë, por natyrisht ju duhet që në fakt ta sillni lojën tek kundërshtari, prandaj edhe bëni lojën, duhet të bëhemi agresiv në kundërshtari. Kemi tentuar që të ndalojmë natyrisht lojtarët sikurse janë Barella dhe të tjerët të cilët kanë sulmuar, por natyrisht nuk në stili i lojës se cilin kanë adaptuar. Mendoni që ti ofroni më shumë minuta në lojën e radhës apo që ti ofroni një rol më të madh në ndeshje? Lui ha fatto bene. He played well, Ai ka luajtur mirë, but we must not por forget that there are only 25 minutes remaining. nuk duhet të harrojmë që kam patur vetëm 25 minuta të mbetura në lojë. Ne kemi 65 minutes. tentuar që të ndjekim Italinë për 45 minuta, ka qenë lehtë. A good goal scorer. Por ai është një shënues i mirë, është shumë i mirë pranë golit dhe me të vërtetë e ka bërë më të mirën. Dhe ne kemi patur impaktin që kemi imagjinuar për topin, nuk është futur brenda. Por tani nuk është ajo çfarë do të mendojmë ndoshta për lojën e radhës, por loja e Italisë është shumë e freskët, duhet ta shoh përsëri ndeshjen dhe tentoj që ti barapeshoj të gjitha gjërat për të qenë përgatitur kundër Kroacisë. Siç duket, kemi zotrin në rreshtën e tretë që keni ngritur dorë. Zotrin nga Guardian, nga Londra, shumë mirë që shoh, duke parë skuadrën tuaj sot dhe duke parë situatën e përgjithshme në grupin tuaj, a ndjeni më tepër konfidencë që do vazhdoni me tutje se para fillimit të kësaj ndeshjes? Io devo rispondere che Do I need to answer in A Italian? do duhet të përgjigjesh në italisht apo anglisht? because I was speaking in Portuguese, I have some message saying, oh, don't talk in Portuguese. Më pas si trajneri thot që ka folur gjuhën portugeze, por nuk ishte përkthim dhe ka marrë mesazhin që të tentoj të përdor gjuhën angleze apo italiane apo të tjera. I was explaining Pra, në anglisht so people dëshirojnë të përgjigjet përsëri në gjuhën portugeze. Njerëzit duhet të kuptojnë që jemi për herë të dytë në këtë got a lot of garë, në këtë kompeticion. Është vështirë, kemi shumë lojtarë të rinj, të cilët janë duke ngritur, kanë luajtur lojë të mirë, por patjetër që të ardhmen do luajnë edhe në nivele shumë të larta, pasi besojnë ata janë lojtarë të mirë. Pra kemi bërë maksimumin. Sonte, italianët dhe anë atyre fort, ka qenë shumë vështirë, shumë lojtarë që para 1 apo 2 vjetësh kanë luajtur në finalet të Ligës së Kampionëve, ata janë duke u rritur. Por për të përgjigjur në pyetjen tuaj, patjetër duhet të jemi ambicioz. Ne luajmë për 3 pikë. Nëse luani për 3 pikë, atëherë keni mundësi për të pakta për të shkuar me tutje. Natyrisht do të luani edhe ndeshje tjera, natyrisht oponenca kundërshtarët kanë anë të fuqishme, por duhet të provojmë. Djemët janë ambiciozë gjithashtu, me të vërtet ka qenë mrekullueshme të shohim shumë njerëz që ka përkrahur, shumë shqiptar gjithandej. Dhe natyrisht nëse besoni këtë gjë do të kuptoni që duhet të rriteni, duhet të luani në kompeticione të tilla shumë tepër të jetë mundur, ndoshta në të ardhmen gjithashtu të ndrroni për të shkuar në finale apo ku e di. Por me të vërtet un jam krenar me lojtarët e mi kanë bërë shumë mirë dhe çdo gjë që kanë patur kanë lënë në fushë. Ndoshta në ndeshjen e dytë do t'ju them, nëse kemi mundësi, nëse kjo do të jetë ndeshje kruciale, por ja. Këtu jemi tani. Kemi ndoshta ndonjë pyetje tjetër sa për gazetarëve të cilët janë këtu në dhomën e konferencës për media, vazhdojmë me zotrin këtu, pastaj shkojmë me tutje. Në këto momente t'ju përkujtoj që ka mundësi për të shtruar pyetje edhe përmes platformës Interprefy. Ju lutem shtroni këto pyetje. Më shtroni pyetje në botën virtuale do të përcjell. Passeiozinho do Brasil e de Portugal, ma é para lá em italiano un po'. Tani zotëri do flet në gjuhën italiane. Contra What will you focus most on? Në çfarë do të përqendroni kur do të luani kundër Kroacisë? Nga perspektiva psikologjike apo do të jetë ndonjë çështje taktike? Duke marrë parasysh që sonte keni humbur edhe pse keni patur avantazh. Në këto momente bërë fjalë për taktika. Në 10, 15, 20 minutat e para ana emocionale është shumë e vështirë. Pjesa e dytë, siç kam thënë,
si Federata e Futbollit Shqiptare, si skuadër shqiptare kombëtare, është hera dytë që jemi në një kompeticion të tillë dhe natyrisht që momentet e para ka qenë të vështira edhe emocionale, edhe ka qenë me vërtetë e vështirë. Mendoj që ndeshja e radhës do jetë më ndryshe. Ne vetë se kemi parë një skuadër tjetër, Kroacia, cila është më mirë nga ana teknike dhe kanë disa prej lojtarëve të nivelit më të lartë, por mendoj që gjërat apo ana emocionale janë më pak të rëndësishme. Ne kemi filluar kompeticionin tani, duhet të përgatitemi mirë, edhe një herë tjetër duhet të bëjmë një përgatitje taktike për të provuar dhe për të vazhduar me tutje. Ju falenderit. Disa pyetje tjera. Zotëriu në radhën në rreshtën e 5 e kanë ngritur dorën, ju lutem. Zotëriu nga New York Times, kemi folur për efektin emocional mbi lojtarët, të cilët janë në një kompeticion për herë të dytë. Por gjithashtu, edhe zhurma në këtë stadium, të gjitha ato fanella të kuqe, himni, ishte si një finale për ta, emocionalisht. Ata duhet të qetësohen dhe të jenë të gatshëm për këtë gjë. Kjo do të përsëritet edhe në ndeshje të tjera, apo jo? Është një pyetje mrekullueshme. Ju kuptoj. Siç ju thash më herët, në një moment kur mësoni të luani në kompeticion të tillë, për shembull, unë kam luajtur kur kam qenë një futbollist në Ligën e Kampionëve, e di se çfarë pritesh nga unë në një natë kundër Real Madridit, Milanos, Juventusit. Por kur nuk mësoni të luani kompeticione të tilla, nuk keni ide se çfarë pritet nga ju si të luani. Njerëzit thonë që është një kompeticion në nivelit të lartë, nuk mund të imagjinoni se sa lartë është, por nuk keni ide, pasi nuk keni luajtur, dhe nëse nuk keni luajtur nuk mund të kuptoni. Ju falenderoj shumë për pyetjen tuaj. Edhe në ndeshjen e dytë edhe të tretë nuk do të jetë lehtë për ne, por mendimi im është që pasi kuptoj futbollin, natyrisht ndeshja e parë është e vështirë, është shumë e rëndë, pasi keni kaluar ndeshjen e parë, atëherë natyrisht lojtarët nuk kanë më probleme me emocione, por nuk flas tani për probleme të mëdha. Janë gjëra normale. Bërë fjalë për 10-15 minutët e para, ka qenë çmendur, ka qenë vështirë, dhe natyrisht jemi për herë të dytë në kompeticion të tillë, me të vërtetë jam krenar për lojtarët edhe për njerëzit të cilët kanë bërë krahur, njerëzit të cilët kanë mbushur stadiumin me ngjyrat kuqezi, dhe nëse do të më thuani para 2-3 ditësh se do jetë një atmosferë e tillë, do të kisha besuar, por sonte personalisht kur e kam parë, ka qenë mrekullueshme, shumë e bukur, i faleminderit. Kemi ndonjë pyetje tjetër këtu nga dhoma e konferencës për media? Në lidhje me atë çfarë keni thënë sa i përket emocioneve të lojtarëve, si keni parë në dhomën e zhveshjes, si keni parë lojtarët tuaj, pasi kanë patur një humbje zemërthyese pranë një stadiumi të mbushur plot, pas gjithë këtyre emocioneve, si keni parë në sy? Ne kemi përgatitur një garë, një lojë për të tentuar të jemi në brenda saj deri në fund. Ata kanë kundërshtarët tanë kanë qenë shumë të mirë, është dashur që të luajmë dhe të bëjmë çdo gjë në fuqinë tonë për të mbetur brenda lojës. Nëse fitojmë shumë mirë, por nëse jo, atëherë do të tentoni të provoni të bëni një barazim dhe provoni më të mirë që mund të bëni. Por nuk është në asnjë formë e lehtë që të tentoni të transmetoni një mesazh të tillë për tek lojtarët. Ata duhet të provojnë. Por në fund të ndeshjes, ashtu siç jam dëshpëruar unë, janë dëshpëruar edhe ata, pasi askush nuk do të shkojë në ndeshje për të humbur atë. Por unë kam qenë krenar të përfaqësoj Shqipërinë, të dalë në fushë dhe të shoh stafin dhe lojtarët të cilët kanë thënë do të shënërojmë në lojë dhe ndoshta do kemi mundësi për të fituar një barazim në minutën e fundit apo ndoshta edhe për të fituar ndeshjen. Dhe në fakt mund të mbini lojtarët për këtë gjëra, por këto kanë qenë lëvizjet e duara para. Siç kam thënë,
I didn't see the game because Unë nuk e kam parë ndeshjen pasi kam punuar pre-match meeting. për të përgatitur ndeshjen tonë, nuk kam parë ndeshjen tjetër, por kam parë skuadra tjera në këto një kompeticione dhe nëse natyrisht luftoni me skuadra të tilla, nëse shkoni kok me tatar do të mund të godasin edhe do t'ju japin 5 apo 6 gola në minutat e para. Është që në platformën tonë nuk kemi duar të ngritura, do thotë që janë shtruar të gjitha pyetjet nga dhoma e konferencës dhe shohim që nuk kemi edhe pyetje tjera dhe prandaj dëshirojmë të falenderojmë. Ju falenderoj shumë Silvinjo edhe Fationin për bashkëpunimin për këtë ndeshje. I dëshirojmë Shqipërisë shumë fat për ndeshjen e radhës dhe tani jemi këtu me 16 qershor në Hamburg, natyrisht para disa ditësh me 18 qershor do të jetë ndeshja Turqisë kundër Georgias. Më përcjellni edhe për konferencë tjera për media për Euro 2024. Ju falenderoj shumë për bashkëpunim dhe ju dëshiroj një rrugë të mbar